Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka reaguar për herë të parë në lidhje me atë që opozita e konsideron skandal të diplomacisë, faktin që shefi i kabinetit në ministri i ka mbërritur flet thirrje për të bërë ushtri në Greqi. Është vetëse spekulim ose në hapësirën politike shqiptare, ndoshta për fat keq, idiotët e nevojshëm të fqinjve vazhdojnë gjallojnë. Ministri i Jashtëm vlerësoi shefin e kabinetit të tij Piro Vengu si një punonjës të devotshëm, ndërsa deklaroi se legjislacioni shqiptar lejon që punonjësit e administratës të kenë 2 apo 3 nënshtetësi. Drejtori im i kabinetit është një ndër punonjësit më të devotshëm në shtetin shqiptar dhe gjithë ekipi im, gjithë martesat e ministrit i Jashtëm, jam i gatshëm që t'ia vë në dispozicion opinionit publik CV-t e tyre. Në kabinetin tim ka njerëz që flasin gjithë bashku. Një kabinet i vogël, flasim më shumë se 10 gjuhë huaja, njerëz që janë shkolluar të gjithë jashtë dhe njerëz cilët mund të kenë 2 apo 3 nënshtetësi në kabinet. Kërkesës së opozitës për dorëheqje, Bushati preferon të përgjigjet me buzëqeshje. Sa herë thot opozita këtë gjë, unë vetëse e respektoj dhe buzëqesh, domethënë, sepse kjo nuk është një çështje, megjithatë në çdo moment që unë kërkojmë institucionalisht për të dhënë përgjigje për këtë çështje, unë jam i gatshëm ta jap. Opozita pretendon se ky është një rast skandaloz, duke argumentuar me faktin se i gjithë materiali sekret diplomatik kalon nga shefi i kabinetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme.